Këta mendojnë që problemi kryesor është të pushtetarët. Allahu subhanahu wa ta'ala e ka qartësuar në Kur'an, kuptimi i ajetit. Allahu nuk e ndryshon gjendjen e popullit pa ndryshuar ata gjendjen. Fjalët e selefit, rruga e pejgamberit alayhis salam, që përmirësimi bëhet në umma, nga familja, nga individi. Pra, apo do me qeni drejti, po do në shëriat, me pasaj prisi, me pas shëriat, a kiti shëriat familjen tonë? Si shtë të Sheikh Albani rahimullah, mas partin atë teritorin e vogël ti bënë shëriatin, familjen tonë, në shpinë tonë. Pra mund të ndodhë që pikrish në ato vende, në disa shtete që bëhen publikisht, ndodhin familjen tonë. Muzika, duhani, nga njerë alkoholi, nga njerë veprime tjera. Pra kini shpi, dë vogël, 100 metra katror, je përgjithësia e asaj familje dhe të bëhen gjunat të mëdha. Pse nuk e përmirëson veten? Prandaj ne nuk justifikojmë që nuk ka prist pa drejt. Kjo është e qartë, mund të ketë prist pa drejt. A ka prist që nuk gjykojmë me shariatin e Allahut? Është e qartë. Por këto çështje duhet trajtohen tamam siç i trajtojnë dietarët e umetit. Nuk janë çështje që më takojnë dhe më përkasin mua. Po këto janë çështje dinit, çështje të Islamit.